Jam duke u njohur, thot, me një vajzë besimtare, e cila i ka të gjitha, thot, sjelljen, edukatën, fenë, besimin, edhe hijabin. Mirë po, familja ime në momentin që e mori vesh që kjo vajza është me hijab, më kanë dalë të gjithë kundër. U inatosën me mua, thot, dhe mami më tha, nuk ka shans që të futet në shtëpinë tonë një vajzë e tillë. Më mirë pa martu se sa të martohesh me të. Jemi dakord, më thanë që të falet, por pa shami. Si e shpjegon këtë gjë? Bëj sabër vëlla, bëj durim. Ai që po martohesh je ti, as babi jot, as mami jot. Kështu që nëse goca ka këto virtyte që ti përmende, shkollën, edukatën, sjelljen, moralin, komunikimin e mirë, është e dashur për ty, pas ka dhe shamin, mashallah te barakallah, shumë mirë, alhamdulillah. Mund të dalësh në vete. Prindërit me që kanë dhe fëmijë të tjerë, me që kanë dhe moshën, çfarë problemi ka? Nuk është kush patjetër ta fusësh ke shtëpia. E fut në një shtëpi tjetër, merr i hyrje tjetër me qira, edhe mbështetju Zotit, shif jetën tate. Këta prindër inshallah taala një ditë do të ftjellohen, do të ju vi mendje inshallah taala.